kem momente kur jemi ndje mirë, në Kosovën e lirë, institucione, po kem edhe momente të shpeshta zhgënjimi, edhe në biseda me njerëz të ndryshëm, s'kemi dash të bim në nivelin të thomi, ata kanë ra për vendin. Nuk kanë ra vetëm për vendin, kanë ra edhe për njerëzit. Edhe obligime është shumë të ka. Pas luftës me njerë gjithë e dim se kemi qenë të ranguar për nga optimizmi në vendin e parë në botë. E tash nuk është më rëndësi, se nuk e di se ku qëndrojmë me këtë optimizm kur lëshohet Kosova prej kuadrove të gatshëm. Këtu dikush duhet ta ketë pagës fajsin, duhet merret ma seriozisht me këtë çështje se nuk është ndryshe, nuk e dim si e konceptojnë amanetin, nuk është një fjali vetëm. Ajo është e tërë jeta e pas luftës në liri për cilën edhe kanë shku ata. Shumë e vërtet. Kështu që janë aspektet e përgjithshme, në të gjitha aspektet që duhet të luloj jeta këtu të jetë një shtet konkurent me komplet, jo vetëm në rajon Ballkan, po edhe në krejt Evropën. I kem kapacitetit, nuk di ku po ngel situata. Kemi shumë të drejtë dhe pajtohem plotësisht me këtë që thatë. Shpresojmë shumë që